Patinatorja kanadeze Diana Stellato Dudek bëri debutimin e saj olimpik në moshën 42 vjeçare, duke u bërë një nga sportistët më të vjetra që garon në patinazh artistik në lojrat olimpike dimërore 2026. Pas 16 vitesh larg sportit, ai u rikthye në vitin 2016 në qith me Maxime Deschamps, ku fitoi titullin botëror në vitin 2024. Programi i shkurtër në Milano nuk shkoi sipas planit, pasi çifti pësoi një rënje të papritur në fund të performancës dhe u rendit në vendin e 14 me 66.04 pikë përpara programit të lirë. Stellato Dudek u shpreh krenare për arritjen, duke theksuar se dëshiron të frymëzojë gra dhe persona mbi 40 vjeç që të mos heqin dorë nga ëndrat e tyre. Na nënvlerësojnë vazhdimisht dhe na thonë gjithmonë jo. Nuk ka asnjë person që më tha se mund të arrija këtë kur fillova. Pra fakti që këmbgula dhe arrita të jem këtu, shpresoj t'u jap njerëzve të tjerë kurajo për të bërë diçka tjetër në jetën e tyre, kur njerëzit luftojnë kundër tyre, u shpreh ajo. Edhe partneri i saj Deschamps deklaroi se skuadra do të rikthehet më e fortë në programin e lirë, duke cilësuar garën si një përvojë për t'u shijuar deri në fund.